Brenda vetëm pak ditësh, raste të rënda u regjistruan në Kosovë. Të njëjtën një person të rënditi qytetin e Podujevës duke lënë të plagosur 4 persona. E në Dragash të martën u therr për vdekje imami i një fshati. Ndërsa të dielën në Ferizaj, një person mbeti i vrarë me armë zjarri, siç dyshohet nga 24 vjeçare. Të gjitha këto raste brenda një periudhe shumë të shkurtër, po shihen mjaft shqetësuese. Mjafton me pa një skenë tillë qysh edhe po paraqitet përmes rrjeteve sociale, edhe krijohet një pasiguri komplet në mesin e qytetarëve. Kjo pasiguri krijohet mandej edhe zinxhir, edhe nëpër gjitha lëmit e jetës, kështu që nuk është as pamje e mirë e as pamje që i kontribon vendit tonë edhe shoqërisë tonë. Ish-pjesëtari i policisë thotë se natyra e këtyre veprave nuk mund të ndalohet krejtësisht. Policia në këto raste mund të bëj preventiv me patrullime shpeshta, me veprime tjera të cilat janë përgjegjësi e policisë, por asnjëherë vetëm nëse ka informata qoftë inteligjente ose operative se do të kryhet një krim, ndoshta kish me reagu edhe me kriju një preventiv. Përndryshe, policia s'mund t'i ruajë qytetarët veç e veç çdo njërin. Por çka shtyn këta individ të ndërmarrin veprime të tilla? Kjo është bërë mi trauma të fëmirisë, që tregon që na kemi kaluar në disa faza të vështira, edhe që të fazat fshira nuk i kemi trajtu, dhe është rezultati traumave të fëmirisë që na i kena pësu. Traumave ku na ju kena ekspozu dhunës, për shembull që shmoti na flasëm si psikolog që ndaj fëmijëve nuk do të me përdor dhunë. Edhe kjo dhuna është pjesë sistematike e familjeve tona. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, nga janari deri në maj të këtij viti janë shënuar 9 raste të vrasjeve në vend. Ndërkaq në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishin shënuar 2 raste më pak, gjithsej 7 vrasje.